Bleri Meseni. Përshëndetje për të gjithë në studio. Një pyetje për zotin Bedri Hamza. Shqiptarët në Maqedoni gjithnjë më shumë po përballen me sfida të ndryshme rreth të drejtave të tyre legjitime të fituara në vitin 2001. Cili është vizioni juaj për të ardhmen e shqiptarëve në Maqedoni nëse fitoni dhe bëheni kryeministër i Kosovës? Dhe a mendoni se për shqiptarët në Maqedoni ka ardhur koha të gjenden alternativa të tjera, për shkak se gjithnjë më shumë shqiptarët po binden se në Maqedoni marrëveshja e Ohrit është e pamjaftueshme, madje edhe kjo po cënohet keq nga faktori politik maqedonas, i mbështetur edhe nga kryeministri aktual i Kosovës, zoti Albin Kurti. Blerimi një pyetje dhe me një deklaratë fort. Unë jam i bindur që nga Kosova ne duhet të jemi në përkrahje qytetarëve shqiptar në vendet fëqin ku jetojnë. Jo në asnjë mënyrë me prodhu situata që ne ata mi përqa. Dhe ne ata mi polarizun me zveti. Dhe në këtë drejtim, ne e njohim të drejten e organizimit shqiptarëve në parti ndryshme politike, nuk e kanë rastin sikur ne në Kosovë ose në Shqipëri, për shkak se ne në Kosovë kemi më shumë parti politike, është mirë, se është pluralizëm politik, është demokraci, edhe përplasjet deri mbrana rregullave të demokracisë dhe të ligjit, përplasjet me ide, me koncepte, me vizion, janë të lejushme, ndërsa mendoj që faktori shqiptar politik jashtë Kosovës dhe jashtë Shqipërisë për çështjet e tyre kombëtare do të më qenë më unik. Edhe më të bashkuar në mbrojtjen e drejtave të qytetarëve shqiptar që jetojnë në vendet fëqinj. Dhe kur jemi të respektimi i të drejtave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriore, ne di marrëveshjen e Ohrit dhe marrëveshja e Ohrit është një bazament ku garanton stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e Republikës së Maqedonisë Veriore. Cenimi i marrëveshjes së Ohrit, mos respektimi i marrëveshjes së Ohrit është me riskje potenciale në Republikën e Maqedonisë Veriore. Prandaj kur është çështja e gjuhës, e punësimit, e të drejtave të njerëzit, e të drejtave dhe lirive të komuniteteve, duhet me u respektu. Për shkak se neve na nevojitet paqja, stabiliteti, jo vetëm në Kosovë, po edhe në region, edhe përtej regionit. Dhe ne gjithmonë do të kontribuojmë në të ardhmen stabilitet edhe në paqe. Mirë po, do të jemi shumë vendosur në kërkesat tona për respektimin e marrëveshjeve të cilat garantojnë dhe përmes cilave është arrit stabiliteti dhe paqja në Maqedoninë Veriore.